Demokracia në veprim vlerëson që zgjedhjet e 7 qershorit janë zhvilluar në përputhje me standardet demokratike për zgjedhje të lira, konkurruese dhe të qeta. Procesi zgjedhor është administruar në mënyrë profesionale dhe efikase, derisa votuesit kanë pasur mundësi që të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës në mënyrë të lirë dhe të barabartë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në këtë proces ka administruar shumicën ndërmuese të operacioneve zgjedhore, edhe në mënyrë profesionale, edhe në përputhje me dispozitat ligjore. Sa i përket votimit jashtë vendit, vlerësojmë që ky proces është zhvilluar pa probleme serioze dhe pa debate politike, që i kanë karakterizuar proceset e mëparshme. Sidoqoftë, problemi kryesor e më i ndjeshëm i kësaj fushate zgjedhore ishte padyshim çështja e barazisë së garës, e cila përbën shqetësimin kryesor të evidentuar në këtë proces zgjedhor. Vendimet e qeverisë në detyrë për ndarjen e mjeteve financiare për grupet të mëdha demografike, përfshirë këtu studentët, persona që punojnë në sektorin privat, pensionistët, fëmijët e të tjerë, kanë krijuar një avantazh të padrejt në raport me subjekte tjera politike. Për më tepër, vendimi për ndarjen e mjeteve edhe për linjat ajrore të cilat sjellin mërgjimtar nga jashtë vendit, disa ditë para ditës së zgjedhjeve, është një prej vendimeve e cila ka cënuar në mënyrë më serioze këtë parimin e barazisë së garës dhe mundësisë të gjithë palëve që të ushtrojnë të drejtën e tyre të bërit fushat. Njëkohësisht, kjo fushat ka vazhduar të karakterizohet nga trendi i zhvendosjes mënyrës së të bërit fushat nga takimet të mëdha dhe pjesëmarrja në media, tek përdorimi i sferës digjitale, ku rrjetet sociale kanë shërbyer si kanali i dytë i komunikimit politik për nga niveli dhe intensiteti i përdorimit. Dita e zgjedhjeve u zhvillua në atmosferë të qetë dhe besojmë që kjo ditë e zgjedhjeve është prej më të rregulltave që janë organizuar në historinë e re të Kosovës, si për nga numri i incidenteve serioze, ashtu edhe për nga përmirësimi i mangësive cilat i kanë karakterizuar zgjedhjet paraprake. Zhvillimi më pozitiv në raport me administrimin e procesit zgjedhor ishte rënja e ndjeshme e numrit të votuesve me asistencë, me që të dhënat e DNV-s tregojnë që respektimi më i rrept e rigoroz i rregullave përkatëse zgjedhore ka kontribuar që të kemi rënje prej gati 100% të votuesve me asistencë. PZAP dhe Gjykata Supreme i kanë trajtuar të gjitha ankesat dhe kontestet e tjera zgjedhore brenda afateve të përcaktuara ligjore. Gjatë periudhës së fushatës, PZAP ka shqiptuar 26.000 euro gjoba ndaj subjekteve politike për rastet e shkeljeve të kodit të etikës, një pjesë e madhe së cilave lidhen edhe me pjesëmarrjen përkatësisht praninë e fëmijëve në aktivitete të fushatës. Kjo tregon që subjektet politike ndonse kanë shënuar përmirësim dhe progres sa i përket gjuhës së përdorur, pasi që në zgjedhjet e kaluara ndër arsyet kryesore pse janë shqiptuar gjobat kanë qenë pikërisht gjuha nxitse dhe urrëtiës. Tashmë ka përmirësim në këtë drejtim dhe ndër mangësitë kryesore e shpesh edhe të vetme mbetet përdorimi i fëmijëve në fushat dhe vendosja e posterëve në hapësira të palejuara. Tani më mbetet që periudha në cilën kemi hyrë, pra e verifikimit të votave të subjekteve, numërimit të votave të kandidatëve dhe numërimit të votave me post, atyre me kusht dhe votave të personave me nevoja të veçanta, të shoqërohen nga një nivel i tillë i performancës së punës. Demokracia në veprim është duke monitoruar procesin e numërimit në qendrat komunale të numërimit me 100 vëzhgues, me nga 2 vëzhgues për secilën komunë. Në bazë të raportimeve për ditën e djeshme, është vërejtur që shumica dërmuese e qendrave komunale të numërimit e kanë filluar punën e tyre, ndonse një pjesë e tyre kanë filluar me vonesë. Përgjithsisht, procesi i numërimit në qendra komunale ka qenë i rregullt dhe pa ndërhyrje serioze në integritetin e tij. Megjithatë, duke qenë dita e parë, janë evidentuar probleme teknike të përsëritura që ndërlidhen me ndërprerjen e procesit të numërimit në disa raste për shkak të mosfunksionimit të internetit, të monitorëve, të ekraneve e të tjera.